Siç e kam potencuar që nga fillimi i emisionit sot Dritros, sot e kemi një mysafire mjaft të veçantë dhe mjaft unike dhe inspiruese. Është Franka Grashdani. Ajo është një sipërmarrëse globale me grad master në inxhinieri mekanike, por jo vetëm kaq. Franka ka ndërtuar edhe një karrierë të saj në industrinë e modës në Seul, në Kore, duke krijuar një markë që kombinon teknologjinë, dizajnin inovativ dhe modën funksionale. Ajo ka punuar si digital strategjiste për brende të mëdha, ka bashkë themeluar projekte teknologjike me ndikim global. Do më thëmë flasim për globin, nuk po flasim vetëm për vendin tonë. Dhe ajo është një nga zërat e ri që po ndërton urat mes teknologjisë së ardhmës dhe kulturës kreative. Sot do të zbulojmë për arritjet e saj, për sfidat që ajo ka kaluar, mirë po edhe për të gjithë krimtarin, të cilë është mjaft interesante dhe sot me ne në studio e kemi Frankën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Franka. Mirëmëngjesi. Faleminderit që jam këtu, gëzojmë që jam këtu. Është me vërtet kënaqësi ta kemi Frankën në studio. Ne diskutuam në fillim të emisionit për një shpikje që ke krijuar, por për atë shpikje do të flasim pas pak. Unë do doja të të pyesja me teknologjinë ku jemi sot. A është bërë bota një fshat global? Definitivisht po. Ne vemi nga shtëpia me kompjuter, asnjëri nuk e di kush jemi, çfarë gjuhë flasim, në fakt të tërë. Flasim kemi një gjuhë universale, po, edhe është jemi të kapshëm kudo në përballë. Kudo. Ne Franka çdo ditë caktojmë edhe temat e ditës dhe sot unë mundova që ta përshtat edhe temën e ditës pikërisht me profesionin tënd, është ndikimi i teknologjisë në stil dhe identitet. Si mendon ti, si ka ndikuar teknologjia në siç themi në atë profilizimin e personave në rrjetet sociale, mirë po edhe në stilin tonë dhe identitetin tonë? Unë do flas nga eksperienca time. Mua më ka bërë njeri më të fort të themi teknologjia, do me thënë më ka hapur dyer. Do them, besoj të gjithë duhet ta përdorim teknologjinë se jetojmë në këtë vit, në këtë epokë, po, një erë e re që vjen me që duhet të përdoret, duhet të përdoret në benefitin ton. Të rrjetet sociale janë, edhe ato munden të përdoren për benefitet tona, për të eksploruar, për të kontaktuar me njerëzit, për të kontaktuar me brendet e ndryshme, të paktën mua për atë... Ti e shfryzon, do më thëmë pikërisht për këtë dëmi? Po, do them, mos i lini rrjetet sociale, t'ju identifikohen si personazh i dytë. Do të thënë, mos mendoni çfarë mendojnë njerëzit e tjerë. Mos krijojmë identitet të rreshëm. Përderisa teknologjia përdoret për gjëra të bukura dhe gjëra inovative, siç e ka përdorur në këtë rast Franka, unë mendoj që bota do të ishte një vend më i sigurt, do të ishte një vend më inovativ dhe do të lindë një epokë e shëndetshme. Nuk do të vjen ajo epoka ku ne do të frikojmë nga teknologjia, domethënë, e din ajo që ishte robotët do ta pushtojnë botën. Nëse robotët funksionojnë dhe kryen të themi ato profesionet më të vështira që njerëzit ndoshta në miniera, për shembull, po hiperbolizoj, domethënë do të ishte bota një vend më i shëndoshëm, një vend më i sigurt. Franka, si janë mëngjeset e tua zakonisht? Këtu dua të dalun. Ma merr mendja me që është edhe inxhiniere, ma merr mendja me që merret edhe me teknologjinë. Mëngjesi i parë i Frankës është sapo zgjohet celularit. Ku jemi? Çfarë email ka? Fix fare. E marr se punën time normale kam në email, në Telegram, se normal. Sa i hap syt, e marr celularin dhe shikoj mesazhet. E zbuluam profesion. Fix. Pa e dyta si është kafja apo çaj? Kafja, kam një makinë për filter. Gjithmonë bëj filter kafe dhe pi kafe dhe i shikoj emailet, mesazhet. Do të them catching up. Do të them kjo është ajo rutinë, mëngjesi rutinor. Rutina, po. Për çdo ditë sepse ka filluar teknologjia, do të thonë nëpërmjet kësaj edhe bëhen edhe komunikimi. Po unë doja të ndalim në një pyetje, sepse kohën e fundit zhvillimi i teknologjisë, informatika në përgjithësi, shumica e prindërve dëshirojnë që t'i orientojnë fëmijët në drejtimin e informatikës, sepse teknologjia e kemi lënë mjekësinë anash, tash jemi kupton, është një mentalitet shoqëror i të gjithë prindërve që nuk janë plotësuar në veten e tyre, por mundohen ëndrat e tyre ti plotësojnë tek fëmijët dhe i orientojnë shumë në lëmin e informatikës, sepse është baza. Por aq të shumtë janë, për momentin kërkesat janë shumë në rregull, fitimet janë të mira. Por atë duket ti si një bubble që dikur do shpërthejë kjo, edhe do standardizohet çdo lloj profesioni.
Jo. Do zhvillohet edhe më shumë. Do zhvillohet. Është interesante që e përmende se mamaja time gjithmonë më ka shtyrë përpara ta zhvilloj anën inxhinierike, do të thënë anën e mekanikut. Ama mua si gjithmonë më shtyn rruga tek moda, tek blockchaini, kripto, dhe gjithmonë mamaja ime thot, ama prit, ama ke mbaruar shkollën, hajde ktheu prap. Po bie nonos, hajde kthej. Po. Ama mendoj që nuk do shpërthej. Çdo gjë po digitalizohet, pse jo duhet të gjithë duhet të edukohemi si të tëra profesionet ti digitalizojmë. Pse se kjo teknologji neve vetëm na ndihmon, nuk na e bën më të vështirë, thjesht na e bën më të lehtë punën. S'ka lidhje çfarë punë është, duhet të shkojmë. Pikërisht unë dua të kthehem tek inxhinieria mekanike, sepse është rëndësishme të dim edhe momentin që të ka shtyrë në fakt të kyqesh në botën e pikërisht këtij drejtimi. Na trego pak çfarë është Web 3 dhe NFT. Po kemi disa shkurtese që edhe unë ashtu nuk i kuptojmë. Unë informova shumë për Frankën, po kemi dëshirë që të na elaborosh pak më shumë se çfarë janë këto, sepse është një botë e panjohur për ne. Me fjalë të thjeshta, Web 3 është bota e decentralizimit. Do me thënë, të dhënat e njerëzve nuk do jenë të ruajtura në një vend të centralizuara, si për shembull Instagrami ju ruan fotografitë, po fotografitë do ruan nga juve, do të thënë nga çdo njeri, data e njerëzve do jetë e decentralizuar e personalizuar. Pse? Kjo jep liri, jep siguri, nuk mundet njeri të privatësi, nuk mundet njeri të manipuloj me të dhënat e njerëzve. Do të thënë kjo është next step në teknologjinë. Deri tani kemi qenë në Web 2, momentalisht jetojnë në Web 2, që bankat na i menaxhojnë parat, Google i na menaxhon të dhënat, po next step është të decentralizohet kjo. Të shpërndahet, po që shumë kompjutere dhe shumë units do e mbajnë shumë njësi, po. Unë do të sa dhëna të shpërndara. Unë kuptova kështu, Web 3 është demokracia teknologjike. Fiks. Nuk do jetë centralizuar në këto masterat, në monopolet e botës, po do jetë shpërndar. Kjo është me thjeshta, besoj të tërë njerëzit kanë dëgjuar për kripto. Deri tani paguajmë për bankë, nëse unë dua të dërgoj para ty, shkojnë në bankë, banka ti dërgon para ty. Edhe pastaj merret një tatim, domethënë aty paguaj. A me decentralizim unë do kem me kripto, domethënë unë direkt i dërgoj ty, nuk kemi nevojë për këtë ndërmjetësim. Shumë interesante. Po NFT? NFT është kjo pagesa që e bëjmë kështu, apo nuk është? Jo, kjo është, NFT është non-fungible token, do me thënë është... Kript, për shembull tokenat? Jo token, është art form, do të thënë është si fotografi që jeton në blockchain. Si që është një coin, një bitcoin që jeton në blockchain, kështu është edhe NFT që jeton në blockchain. Gjëja më e thjeshtë që mundet të përdoret NFT, deri tani është përdorur më shumë për art, për sende më interesante. Për çka për art, për shembull konkretisht, në art çka përdoret kjo? NFT-ja. Thjesht art, thjesht mundesh të blesh një si licencim disi. Edhe si licencim, po, ama është interesante se në blockchain çdo gjë është transparente. Do të thënë nëse futesh në blockchain, bën ndonjë ndryshim, pastaj nuk e fshin dot. Mbetet ashtu siç e ke. Është transparente dhe të gjithë mundin ta shikojnë historinë e lëvizjes që i ke bërë, për shembull. Për art përdoret sepse mundesh ta shikosh kush është pronari i vërtet, i një art piece, i një piktur, për shembull, edhe nuk mundet, edhe nëse kopion njëri tjetër, ti shkon te origjinali edhe shikon kush e ka nxjerrë, në çfarë viti. Kjo është që i mban të drejtat autoriale të artistit, për shembull. Ama si NFT mundet çdo gjë, thënë s'ka kufi. S'ka limit. Po, s'ka limit. Mundet, unë shpresoj, të paktën në 10 vitet e ardhshme, karta identitetit ton të jetë në blockchain si NFT. Diplomat tona të fakultetit të jenë në blockchain si NFT. Pse? Se nëse janë si blockchain, të gjithë mundet ta shikojnë, të gjithë mundet ta provojnë, ta kopjojnë, ta imitojnë. Nuk mundet ta kopjojnë. Jo, në blockchain e ruan sigurinë tënde në fakt. E ruan sigurinë, po. Pse? Se sot diplomën ti e merr si letër, mundesh shumë lehtë ti ndryshosh, ta manipulosh.
A me blockchain nëse e manipulon, atëherë do mbetet shenjë dhe gjurmat që ke manipuluar, do të thonë mund të ndiqet edhe mund diktohet. Po. E kurimi tek arti, kurimi te ajo e bukura. Dritroj është aktor, ndërsa unë me profesion kam studiuar muzikën, kështu që jemi domethënë tek arti. Mirë, po arti lidhet afër shumë edhe me modën. Një gjë që ty të ka shtyr dhe të bësh inovacione që me të vërtet jam shumë e lumtur që një vajzë nga Maqedonia ka bërë inovacione të mahnitshme dhe që ka marrë atë së të them attention, vëmendjen e botës. Dua të rikthehemi në vitin 2019 nëse nuk gabohem. Atletet që pushtuan rrjetet, portalet gjithandej. Çfarë të shtyju në modë, si erdhi deri te kjo ide? E tham që atletet që nëpërmjet lëvizjes gjenerojnë energji elektrike. Kjo u bë si e kisha temën e diplomimit këtu në Maqedoni, se mbarova këtu në fakultetin e inxhinierisë mekanike. Në atë moment se dega ime ishte mekatronik, do të thënë ishte pak mekanik, pak elektronik. Në atë moment punoja me shumë materiale të mençura, smart materials quhen. Smart materials është një material që kur i shtyn diçka, kur i fut diçka, forcë, korrent, temperaturë, ndryshojnë. Jo, ndryshojnë formën. Tani një nga këto materiale janë piezoelektrikët, që kur i shtyp, do të thënë kur i fut forcë, gjenerojnë korrent. Kjo shumë më pëlqeu. Anë atë ku isha fascinuar shumë me atletet, edhe kisha koleksion të madhe me atletet. Po, e thash okay. Si të erdhi ideja tash diçka të madhe, ta shndrosh në miniaturë dhe gjatë lëvizjes këtë që e thua, të fillon që të prodhoj. E po lexova kur po bëja këtë research ti për piezoelektrikët, lexova që më duket në Australi ishin pionerët në metro në underground station kishin vënë pllaka me piezoelektrik. Që njerëzit kur shkelin, të prodhoj të gjeneroj elektricitet. E thash okay, atëherë nëse mundet në rrugë, pse mos ta marrim me vete? Ti dhe ashtu shtyp non stop në kur ecëm. E thash okay, hajde ta bëj këtë si projekt. Nuk gjeneron shumë elektricitet. Sa vatë, mbrije vatën apo jo? Shumë pak. Edhe duhet të ketë bateri. Do të thënë, kishte një bateri të vogël, bateria shumë avash mbusheshe, karikoheshe. Ama okej, ishte si prototip. Është pikë interesante. Shumë interesante. Nëse ka dhe një industri, dhe një kompani më e madhe, kjo mund të patentosh, edhe mund të industrializohet, sigurisht. Një ide fantastike, me të vërtet një ide fantastike dhe një temë shumë mire menduar për temë të diplomimit. Në fakt është me të vërtet shumë e bukur. Nuk e patentuar? Jo. Jo, se nuk e di, bëra si thjesht i prototip, pastaj shkova në master edhe më nuk e mendova. Kur e ke prezantuar tek njerëzit, domethënë si e kanë Të gjithu me fasojnë, mua më duhet, mi jep. Unë shumë e kam dëgjuar këtë si informacion, por nuk e dija që e ka bërë Franka, kur më theti në fillim të emisionit që e kemi një vajzë, prit thash e kam dëgjuar këtë si informacion, se doli si informacion, por nuk e dija që mund të ketë është një vajzë që do ta kem sot në studio. Kur jemi tek masteri, kur jemi tek ajo pjesa e studimeve, ti nuk e ke pas një rrugtim të lehtë, por edhe të thjeshtë, do ta thoja, ashtu të rëndomt. Ke udhëtuar në shumë vende, ke jetuar në shumë vende. Do t'i përmendesh të gjitha vendet, mirë po unë dua të ndalim te Korea. Të ndalim te Korea sepse ka jetuar për vite në Seul, nëse nuk ka bërë. 3 vite, afër 3 vite, po. Eksperienca, sepse ajo është më e rëndësishme, është ajo energjia. Edhe mentaliteti i tyre. Është kontinent tjetër, është glob tjetër për ne. Sado e çuditshme të duket, koreanët janë shumë të afërt me shqiptarët. Jo. Dhe unë kur shkova në Kore, unë ndjeva se unë jam rritur me mentalitet shqiptar. Prindrit i kam nga Shqipëria. Unë nuk e di, u befasova shumë, se ishin shumë të ngjajshëm me ne. Koreanët. Kur shkova në Anglia është komplet botë tjetër, mentaliteti është komplet ndryshe. Në Kore janë shumë të afërt, janë shumë familjar, kanë shumë respekt për familjen, e respektojnë hierarkinë. Në familjen time të paktën edhe e di që mentaliteti shqiptar gjërat gjashmëri shumë në shumë komshinët janë shumë të afër me njëri tjetrin, po shoqëria është ashtu ndihmon njëri tjetrin, është shumë e afërt me Shqipërinë.
Do të thënë me mentalitetin ton, me mentalitetin shqiptar. Sa të ka përmbushur Korea pikërisht me këto idetë që i ke, sepse ata njihen ata, sigurisht njihen për zhvillimin e industrisë, e teknologjisë. Po sta kanë edhe mbështetur sepse atje edhe ke filluar edhe markën tënde, brandin tënd të modës, Grac, është domethënë një ndër ato pistës, si thonë, ato veshje që i ke bërë shumë unike. Domethënë si erdhi deri tek Tash ma spjego. Ka shkuar në Kore dhe ka krijuar dizajnin tënd unik e ke. Po. Tash edhe dizajnerit ore. Momentalisht më pak, se momentalisht jam më e fokusuar në punën tjetër, ama po e kisha shumë pasion. Edhe histori interesante si ndodhi brendi. Po e mbaroja masterin në Angli për inxhinieri. Shumë u mundova, ishte koha e Covidit, shumë u mundohesha të futesha në punë, filluan të tëra fabrikat po mbylleshin, do të thënë ishte kohë normal, depresive, po. E vështirë. Normal, si Covid, si të gjithë që kishin probleme. Edhe u ktheva në Maqedoni, ishte 2021-shi, nuk e dija çfarë të bëja me veten time, s'mundesha të gjeja punë. Dhe mori një laps në dorë dhe fillove të Edhe e kisha pasion modën. Po, e kisha pasion modën. Edhe gjithmonë kam vizatuar rroba, kot thjesht për shefin tim. Thash, okay, hajde të zhvilloj, pse jo? Edhe ashtu s'po bëj ndonjë gjë. Edhe ashtu jemi në karantinë 4 ditë në shtëpi. E thash, okay, hajde po vizatoj. Vizatova, fillova të inspirohesha shumë. Pastaj thash, okay, po. Thash, okay, hajde po dal, po blej materiale, shkova në Bit Pazar, bleva disa materiale, gjeta një si quhet, si më quhet? Industri, ata që rroba qepse. Edhe fillova ta bëj një pjesë, një tjetër, e pastaj krijova një koleksionin tim, se kisha shumë kohë, pastaj më fut shumë në pasion kjo. Fillova të inspirohesh akoma më shumë, inspiracioni më i madh ishte nga moda japoneze dhe koreane. Normal, po. E tash si e lidha me inxhinierin edhe gjëra që i dija nga mekaniku. Se janë dy dimensione të kundërta. Po. Ideja ishte të krijoj mod modulare. Çdo të thotë kjo është ti kombinosh gjërat, domethënë siç nuk e di si jo teknologji, më shumë rrobat midis njëra tjetrën. Do të siç kur porosit vetur e personalizon. Rrotat i nxjerr, po, rrotat i zgjedh, ngjyrën e zgjedh, materialin, materiali, interieri e qartë. Tani thash, okay, kjo është shumë në mekanikë, shumë mundesh ti modifikosh gjërat. Në mod thash, momentalisht kjo nuk ekziston. Hajde të krijoj një projekt interesant i tim, edhe për shembull krijova xhaketa që mundesh me janë të lidhura, ana e djathtë me anën e majt, janë të lidhur me zinxhir. Do të thënë ti mundesh ta heqësh një anë të djathtë, të marrësh një anë të dytë të djathtë edhe ti kombinosh këto. Dhe do duket sikur ke për shembull me kombinime, ti mund të bësh 25 kombinime. Po. Edhe kjo e inspiron njeriu të jetë më unik, do të thënë të bëj kombinimet e veta, për shembull ke xhaketë i heq krahët, i heq pjesën e poshtme, ke pantallona që mundesh ti hapësh, ti mbyllësh, ti kombinosh me fund, etj. Kjo ishte do të thënë projekt interesant. Kur e prezantove, këto e arrite, e prezantove kështu si... Po, kur shkova në Kore, ata ishin shumë të hapur, nuk e di, si erdhi në momentin naiv tim që doja të shpërngulesha në Kore, një ditë u zgjova në mëngjes, e thash unë do shkoj në Kore, se jam shumë e inspiruar nga Korea. Interesant. Edhe ata shumë mire e akseptuan, do të shumë mire e pranuan. Sa bukur kur e dëgjon intuitën. Kjo është domethënë një histori kur njeriu duhet ta dëgjojë intuitën dhe të vazhdon zërin e brendshëm dhe ti ndjekësh ëndrat e tua. Franka, jemi në 3 minutat e fundit. Do na shpjegon edhe këtë se ku mbetëm këtu. Po, unë domethënë dua që të vazhdon kjo bisedë edhe shumë më shumë. Do vazhdoj pas kamerave. Po na shpjegon për shikuesit këtu ku mbetëm. E prezantove projektin atje? Po, edhe i që hapa pop-upin tim, do të hapa dyqanin tim, i shita këto rroba, do të thonë mora një vit me këtë, pastaj rruga më çoi drejt blockchainit, u futa të njëjtat rroba i bëra në virtually, do të thënë i bëra në metaverse, në këtë botën virtuale. Edhe në atë moment pastaj vazhdova në blockchain, në kripto, në metaverse, në rroba digjitale, do të thënë thjesht digitalizimin e sendeve fizike, po. Edhe momentalisht aty jam. Se dojmë edhe pak më gjatë, po minutat e kemi shumë të shkurtra. Po, unë vetëm për fund, normalisht dua të di sepse Franka për momentin është edhe angazhuar me shumë projekte, gjëra të ndryshme, po ashtu momentalisht edhe je një moderatore dhe, si të them kështu,
speaker dhe ndan mësime në një ndër tutor, si mentor. Si mentor, kështu. Më thuaj momentalisht me çfarë po merresh, çfarë ke plane për në të ardhmen, sepse unë jam e sigurt që ardhmja jote është shumë e ndritur. Shumë faleminderit. Jam e bindur. Interesante. Momentalisht kam firmën time, merrem prapë janë me blockchain, edhe i lidh sendet fizike me një NFC chip që quhet Near Field Communication, që është kjo contactless payment teknologjia. Fusim këtë chipin në rrobat fizike, në lodrat fizike, dhe ti me tap në telefon, merr diçka online. Kjo është çdo gjë e lidhur me blockchain, nuk do futem në detajet. Kjo është puna ime kryesore, por edhe jam si mësuese, nuk e di si mentore, po, në një kurs që i mësoj studentët e computer science, i mësoj për Web3, për blockchain, si të kodojnë po. Novitetet që po i presim. Edhe këtë e kam si pasion, si side passion. Hustle. Thjesht i mësoj njerëzit, ti inspiroj të futen në blockchain, të krijojnë në blockchain. Minuti fundit në të ardhmen, çfarë plane ke dhe dëshira dhe këshilla normalisht për të rinjt. Ëndra thjesht do vazhdoj me këtë ku jam, me blockchainin, mendoj që do arri, bota do transformohet, edhe shumë duhet jem pjesë e asaj transformimi, atij transformimi. A këshilla është thjesht njerëzit të punojnë, thjesht dua të them një gjë për gratë, mos të kenë frikë për teknologjitë, më duket nuk e përmendëm këtë, ama që nuk është asnjë, s'duhet të shikojnë asnjë pengesë, thjesht se janë femra. Dhe nuk ka asnjë pengesë, është thjesht ti e para kompjuterit, nuk ka asnjë punë fizike që burrat janë më të fortë, thjesht është punë në kompjuter, është e lehtë, dua të inspiroj gratë të futen në këtë industri. Edhe mos t'i ndaloj asnjëherë, mos të kenë frikë të punojnë sa më shumë që t'i arrijnë ëndrat, se nuk ka ndalesë ende. Franka, faleminderit shumë. Fantastike, faleminderit. Ne do ta vazhdojmë bisedën. Unë falenderoj shumë, të dëshiroj shumë suksese edhe u krenovshëm me ty gjithmonë. Dhe kështu publikisht do të kemi edhe të ftuar edhe shumë shpesh në studio. Që do flasim pak sa më detajisht për disa gjëra, sepse shumë tema i lam të pazbuluara. Faleminderit.